Shuajbi, një lutje të çuditshme ka bërë. Rabbena ftah bejnena vë bejne qaumina. O Zot, qilin mes nesh në ndaj, iftah. Qili, hapëna, ndana mes nesh, vë bejne qaumina dhe qaumit ton, popullit ton, bil haq. Wa ante khairul fatihin, se ti e maj miri hapës dhe qeles që e banë këtë punë. Pse Shuajbi kështu? Populli Shuajbit e thanë, a boll mos e qëtu na prune. Na lodhe. Ja kemë nalë pi davetit predikimin, ja kemë me të mytë me të shkatrua. Dolën pi fejës fare, vjedhshin, i këpucin rrugën njerëzve, si ka Shami, si ka Meka, si ka Egjipti, nga trionat, se në zonat e Shamit ka jetu Shuajbi në një fis Medjen. Edhe filloi populli Shuajbit me u nal rrugën të tjerëve, me u pasuruan shumë, edhe filluan me kandar me lujt, të i vjedh popullin, të i shit, të i dëbo, me haram, Allahu Gjellëshoni në qoj dënimin zatën për qëtë punë. E Shuajbi kërë pa gjithë është tremni, nuk adhurojshin urdin e Allahut, nuk e dëgjojshin fjallën e pejgamberit Shuajb, o Zot, ndana neve për këtyre.